Fëmi, sot kemi mësim një gjës që flet për një nga zogjt shtektar. Por që do ta mbajmë sekret ditë sa ta gjejmë, domethënë se për çfarë flitet, është enigëm. Ha? Kur diçka nuk e dim, themi është enigëm. Tani, ne folëm në mësimin e kaluar për cilin zog folëm në mësimin e kaluar. Kush e mban mend? Për Bravo Raila, për dallëndyshen. Si tha edukatorja, me çfarë ushqejnë dallëndyshja? Bravo, me krima, me larva, me fara bimësh. Bravo, tegra. Kujdes, me çfarë shtoi ajo? Me çfarë si bënte bebat? I bënte veza apo bënte bebat vegjël? Jo, që në fillim bënte beba apo bënte vezë një? Bënte vezët një, i ngrofte me trupin e saj për disa ditë dhe nga vezët dilin? Kush di? Zogjt, bravo. Tani, dëgjojmë edukatorin, kujdes. Në fillim, trupi i zogjve si ishte, me pupla apo pa pupla? Pa pupla. Më pas, ato vinin duke u rritur dhe trupi i tyre mbushej me pupla. Prit, me pupla, si ky që kemi këtu në model. Dëgjojmë edukatorin? Me qa ngjyre i ka puplat dallëndyshja? Me të zezë. Bravo, me të zezë, ashtu si kurse e vizatuat në mësimin e kaluar. Me të zezë. Vetëm ke gusha dhe ke gjoksit, sa edukatorja, po ka pak pupla më të zbardhura, gri në të hirta. Bravo, si e ka skepin? E ka, me qaj ngjan skepi i dallëndyshes? Është si një? Ha? Ja, më bullak, ja, shumë keq. Me qa qep mami robat? Me gjilpër. Me gjilpër, atëre dallëndyshja si e ka skepin? Si një? Si një? Ha? Bravo Raila, si një gjilpër, më si një gjilpër, e të hollë si një gjilpër. Me çfarë e ndërton dallëndyshja folen e saj? Bravo, me baltë me bar. Ku e merr baltën dhe barin? Shkon ke liçeni ose ke breku i lumit, ke Erzeni, në breg të Erzenit. Shkon merr baltë dhe e thur me njëra tjetrën, me fijet e barit edhe me baltë. Me qa, bravo, prit, me qa e bën në folen ajo, sepse mirë me lë bar, pa ajo nuk ka, kujdes, nuk ka duar, nuk ka vegla si Xhaxhi Muratori. Qa përdora e për të ndërtuar folen? Bravo, je shumë e mirë Raila, skepin e saj. Skepin e saj, mbledh pa u lodhur, pika balte, pa u lodhur, dhe, dëgjojmë edukatorin, dhe pak nga pak ajo ndërton një fole për të vezhlit e saj. Bën vezët, sa vezë bën në dallëndyshja? 2. Sa Amari? 2. Bravo, 2. Vetëm 2 vezë, është e vogël. Vezët i bën të vogla. Sa kjo veza këtu, jo sa të pulës, sepse ajo është e vogël, i bën vezë të vogla dhe çfarë ngjyre i bën vezët? Si i bën vezët, çfarë ngjyre? Ja, shumë keq. Si? Të bardha? Me? Ha? Me pika, bravo Fabrela, me pika. Të bardha, pika, si pikaloshe. Mirë, bravo. Tani, në duar, edukatorja, sot kemi gjëzën, sa edukatorja dhe në duar ju kam dhënë kartela me shumë shpend dhe zogj të ndryshëm. Do të shikojmë mirë kartelat, se çfarë kartela shmbani në dorë, dhe vetëm një fëmijë, dëgjojmë tu Anea bashkë me Amelion, vetëm një fëmijë ka në dorë figurën e gjëzës. Mirë? Shikojmë me edukatorin të shi? Fabriela ka në dorë shqiponjan. Shiko? Ke në dorë shqiponjan. Alea ka në dorë lejlekun, kartelën me lejlek. Alexa ka në dorë birbilin, ai që ka zënë më të bukur të gjithë zogjve të pyllit. Ktu, Raila ka në dorë dallëndyshen. Dhe Noe ka në dorë lejleku që e ndërton folen e tij në oxhakët e shtëpisë. E dini ju që lejleku e ndërton folen në oxhakët e shtëpisë që të jetë ngrohtë? Dhe Anea ka në dorë pulat, kujdes. Amelia ka në dorë kartelën e, kujdes sa edukatorja, ka në dorë
kartelën e gjelit të detit. Ky është gjeli detit, ë? Që han për vitri, ë? Të blej babi ty për vitri gjel deti? Jo. Nuk pjek mami gjel deti për vitri? Jo, mirë, nuk pjek. Noe, më fal edukator, prit. Tiani ka në dorë pulën kloçk me të vizhlit e saj, si e ndjekin mbrapa, ë? Pula kloçk me të vizhlit e saj. Shu quhet nëna pul, kloçk. Mirë, Tiani. Geri, shoh edukatorja, ke pulën e detit, ja dhe me të voglin e vet. Shiko? Dale, edhe Enesi ka quka pikun. Enesi, që quhet e doktori i pyllit, se pastron pemën nga krimbat. Ai me atë skepin e tij të fortë, ka skep të fortë, ha krimbat te pema, dhe shikon? Dhe quhet quka piku. Ktu. Harabeli, që vetëm Harabeli, dëgjojmë edukator ky zogu që ka rajdeni në dorë, nuk ikën dhe në dimër. E duron të ftohtin këtu, shikoni kartelën. E duron të ftohtin edhe në dimër. Shikoni, nuk largohet nga vendi jon, dhe quhet Harabeli. Tani kemi edhe Amarin që ka në dorë gjelin e detit, ë? Të bën mami gjel deti për vitri Amari? Ë? Sa mish të mirë që ka. Kurse Arnesti ka birbilat ose gushkuqët. Mirë, ke gushkuqët ti, jo birbilat. Gushkuqët. Ashtu quhen, sepse ka puplat të kuqëremta, ke gusha, këtu ke qafa. Edhe quhen gushkuq. Arnesti. Gushkuq. Tashi, dëgjojmë edukatorin, të gjithë keni zogj dhe shpend të ndryshëm në dorë. Ktheni kartelat për mys. Si u kam mësuar edukator ke gjunjët. I mbani mend, po ktheni pra për mys ke gjunjët. Ulini këtu ke gjunjët. Kartelat, ulini tha edukatorja. Ulini ke gjunjët. Tani dëgjojmë gjëzën me edukatoren. Pa mistri dhe pas që par, kujdesa mos e ngreni gjithë kartelën lart, se s'keni të gjithë zogun e gjëzës. Pa mistri dhe pas që par, ngrësh shtëpin me balt dhe bar. Për kë bëhet fjalë? Bravo! Kush e ka dallandyshe në dorë? Bravo Raila. E ka vetëm Raila. Jo, ke gjelin e detit ti edukator. Bravo Raila. Edhe ngriti kartelën shumë shpejt, të lumt. Jo, vetëm Raila e ka. Tani, kujdes me edukatoren, i ndroi vendin kartelave prap. Një fëmijë tjetër do marri kartelën e Railës. Pa mistri dhe pas që par, ngrësh shtëpin me balt dhe bar. Kush është? Moj ngri kartelën lart. Moj Alea. Këmba në dorë ti, kartelën e kujt? Kush zogësh ai që ke në dorë? Dallëndyshja. Me qa e ndërton folen e saj dallëndyshja? Me qa e ndërton? Moj Alea. Me qa e ndërton dallëndyshja folen e saj? Hoj tash e ca mësim. Raila, me qa e ndërton dallëndyshja folen e saj? Me balt dhe me balt. Me balt dhe me bart, a tha Raila, po ti nuk e mbajt e mend. Si e shpjegoi edukatorja? Me qa e ndërton? Me balt. Me bart. Dhe qa përdor për mjet për ta ndërtuar? Me qa ajo nuk ka duar? Me qa e merr baltën dhe barin? Si me pupla? Me qa, Raila, me qa e merr baltën dhe barin ajo dallëndyshja kur doj që ta ndërtoj folen? Bravo, me skepin e saj, mo edukatore. Nuk ka duar ajo si njerëzit. As vegla si Xhaxhi Muratori. Ajo punon me skepin e saj, e merr baltën çdo ikën dhe vjen ke bregu i lumit, edhe ngjit pak nga pak derisa ndërton folen. Mbaj mend tash. Se nuk e themi mësimin kot në rregull. Mbani mend ato që thotë edukatora. Pra përdor skepin e saj për të marrë balt dhe bar dhe i thurë së bashku dhe formon folen e të vegjëlve të saj. Kujdes. Do ndrojmë vendin prap kartelës. Dëgjojmë edhe një herë edukatore Gjozëm. E kam ndru prap vendin e kartelës edukatorja dhe fëmia që ka kartelën në dorë do ngrej vetëm ai kartelën lart. Jo kartelat e tjera, se nuk janë të gjitha për atë që flasim. Pa mistri dhe pas që par, ngrësh shtëpin me balt dhe bar. Për kë bëhet fjalë? Pa mistri dhe pas që par, ngrësh shtëpin me balt dhe bar. Për kë flitet? Amari, ngrije lart kartelën. Ose ngri me turpë, ngrije lart kartelën, që ta shoj shokut që ke ti,
Dallëndyshen. Bravo. Mirë. Tani, do ta mësojmë së bashku me edukatorin që të keni mundësi edhe ta thoni në shtëpia tuaja. Nuk do ja tregoni mamit dhe babit, ta gjej vetë. Ju do ta thoni dhe ata do ta gjejnë. Pra, është enigëm. Ata duhet gjejnë vetëm duke ndëgjuar fjalët e gjëzës që do t'i thoni ju, që do ta mësojmë këtu bashkë me edukatoren. Tani me edukatoren ta mësojmë të gjithë së bashku. Pamistri, bashkë me mua. Pamistri dhe pasqe par, ngrështëpin me bardh dhe bardh. Çfarë është mistria? Është si një lugë e vogël metalike, si një lopatë e vogël, e cila merr llaçin ku e kanë bërë xhaxhat më përpara dhe ja hedh tull më tull për të ngjitur tullat. Në rregull? Që bën mur. Po dallandyshja nuk ka duar dhe nuk ka vegla si çeçi muratori. Edhe përdor, bravo, dhe përdor, jo si as pupla. Ka pupla më dallandyshja madhe ka pupla. Kur është e vogël, kur zog i vogël nuk ka pupla, tha edukatorja. Kur rritet ka pupla shumë bile. Ja, si kjo këtu, me pupla të zeza, shikoni këtë këtu. Nuk ka duar, po. Tash i vazhdojmë edukatoren. Bravo. Po jo, përdor vetëm skepin e saj. Krahati ka për të fluturuar, që të lëvizin nga një vend në tjetrin. Po jo për të mbajtur balq. Si mban dot me pupla. Tash ulu atje noje dhe dëgjojmë. Tash dëgjojmë. Si? Kë zbriti? Ha, kë zbriti? Zbreta, si zbretet, se fluturon. Me krahat ajo fluturon gjithandej, lëviz nga një vend në tjetrin. Dhe kur ulet në tokë, ka dy këmbë të holla të vogla që vetëm lëviz për të gjetur ushqim. Në rregull? Mirë. Tani, fillojmë tash me edukatoren. Pamistri dhe pasqe ngrështëpin me bardh dhe bardh. Edhe një herë themi bashkë me edukatoren, pa ndihmën time. 1, 2, 3. Pamistri dhe pasqe ngrështëpin me bardh dhe bardh. Mirë, mundohuni ta mbani mend edukatore se e vogël është tash. Pamistri dhe pasqe par, ngrështëpin me bardh dhe bardh. Nuk ka shumë fjalë për të mbajtur mend. E themi edhe një herë gjithë së bashku pa ndihmën e edukatores. 1, 2, 3. Pamistri dhe pasqe par, ngrështëpin me bardh dhe bardh. Mirë. Do mësoni edhe më mirë, se që t'ja thoni edhe ke shtëpia që ta gjejnë gjëzën tuaj, duhet t'i dini vetë fjalët. Jo të keni edukatorin mbrapa ti ke shtëpia për t'ja u thënë gjëzën. Po duhet ta mbani mend vetë për ta thënë. Në rregull? Ha, bra. Tani. Kush do vi këtu ta thot këtë që, ha? Hajde Rajla. Pastaj bëhet gati Geri. Pastaj Fabriela. Ecë më mbrapa, pak fillo. Pamistri dhe pasqe par. Fillo. Pamistri dhe pasqe par, ngrështëpin me bardh dhe bardh. Bravo, je shumë e mirë. Bravo Rajla, mirë. Kush tjetër vjen? Geri, mirë. Rajla, shku ke vendi, bravo. Hajde Geri. Fillo. Pamistri, ngrizën, pamistri dhe pasqe ngrështëpin me bardh dhe bardh. Bravo Geri. Kush tjetër vjen? Hajde Fabriela, pastaj bëhet gati Amarin. Fillo. Pamistri, ngrizën, pamistri dhe pasqe par, ngrështëpin me bardh dhe bardh. Bravo. Hec, hajde Amari. Je bëhet gati Noe. Fillo. Pamistri dhe pasqe par. Pasqe par. Ngrështëpin. Ngrështëpin me bardh dhe bardh. Mirë, kush ishte? Da? Bravo, je shumë i mirë. Hajde Noe. Noani, fillo. Pamistri
stri dhe pasqe Pasa. Skepar. Par. Ngrë shtëpin Recipe. me balë dhe bar. Par. Me balë dhe bar. Ri drejt. Me balë dhe bar. Par. Mirë, bravo. Kush ishte? Da? Ja. Kush ishte? Si ka emrin kjo këtu? Dyshe. Po tu e vetë emrin, ha? Si kishte emrin? Da? Da. Dyshe. Dallën dyshe, mirë, hajde. Tjetër, Alexa, pusho, nuk bëjmë shumë. Hajde Amelia. Bëj dhe gati dhe Ernesti që ngriti dorën, po, fillo. Pamis dhe pasqe par. Pasa. Par. Ngrë shtëpin Recipe. me balë dhe bar. Me bar. Dhe kush ishte ai zogu, si kishte emrin? Da. Dyshe. Bravo, dallën dyshja. Hajde Ernesti, bravo Amelia. Hajde Ernesti. Fillo. Pamis dhe pasqe Par. ngrë shtëpin me balë dhe bar. Par. Dhe kush ishte zogu? Për kë zog flitej? Si ka emrin? Jo, dallën dyshja, jo shqiponja, po, dallën dyshja. Këtu, dallën dyshja. Hesa që me edukatore, mirë, bravo. Kush tjetër vjen? Hajde moj Alexa. Ha. Hajde, pasaj Rajdeni, se ngriti dorë dhe Rajdeni, fillo. Pamis dhe pasqe par. Skepar. Grizorin. Ngrë shtëpin me balë dhe bar. Grizorin me balë dhe bar. Kush ishte? Si kishte emrin ai zogu? Dallën dyshja. Mirë, bravo. Yes. Hajde, Rajdeni, hajde edukatorja. Hajde dhe. Hajde të me edukatorja afro këtu. Fillo. Pamistri e pasqe par. Ngrë shtëpin me balë dhe bar. Edhe si quaj zogu, ky zogu këtu, si ka emrin? Dallën? Bravo, dallën dyshe, bravo Rajdeni, bravo. Kush tjetër vjen? Tu, edhe Tiani. E mban mend gjëzën. Hajde pra thuaje këtu. Hajde. Fillo. Pamis dhe pasqe skepar. Ngrë shtëpin me balë dhe me bar. Kush zog ishte? Si ka emrin ky këtu? Ha, si ka emrin? Dallën dyshe. Bravo, je shumë i mirë, bravo. Mirë, bravo, shko ke vendin. Po tjetër. Ha? Hajde nese. Hajde, ke edukatore. Fillo. Pamistri dhe pasqe par. Ngrë shtëpin me balë dhe bar. Si quaj zogu? Dallën? Si quaj dallën? Dallën dyshe. Bravo, je shumë i mirë Enesi, bravo. Mirë, kush tjetër? Kujdes. Edhe kush ka mbetur? Anea, hajde. Ulemi, Enesi ulo, dëgjo shoqen. Filloj me edukatoren, dalë me edukatoren, çude. Fillo. Pamistri. Ha. Dhe pasqe par. Ha, fillo. Pamistri. Ha, pamistri, ngri zërin. Pamistri, ngri zërin. Pamistri, thuhet gjithë fjalën që thotë edukatorja. Pamistri dhe pasqe par. Ngrë shtëpin. Jo pin, ngrë shtëpin. Thuhet gjithë fjalën. Ngrë shtëpin me balë dhe bar. Si quaj zogu? Dallën? Su emrin e zogu, dy dallën që them unë përsërit fjalët e mia. Dallën dyshe, më edukatore. Tu mendjen, pra mos bë prapësira televizorës gjatë kohës që edukatori thot diçka, se nuk e mëson pastaj. Mirë? Miranea. Hajde, shko ke vendi. Kujdes. E themi të gjithë së bashku tash me edukatoren? 1, 2, 3, fort. Pamistri dhe pasqe par.
ngrështë, pile, bal dhe bar. Bravo. Jeni shumë të mirë. Të gjë, sot ta thoni edhe në shtëpi. Ora e detyrave si gjithmonë. Sot kemi për të vizatuar, për të ngjyrosur edhe për të shkruar fjalën foleja. Foleja e dallandyshes, ha? Në mësimin e kaluar ngjyrosëm dallandyshet në fluturim, kurse sot kemi foleja. Tek foleja shohim ca vezë që ka bërë dallandyshja pranë tyre dhe bëhet gati që ti ngrohi për ti bërë gati që nga vezët të dalin të vegjëlit e saj. Kujdes. Fabriela është duke punuar pa pika, po bravo që sepse është më e madhe se ju, pa ndihmën e pikave. Mirë, bravo. Tiani, mbaroj të rishi parë, pastaj dilet ke rishi dytë. Mbaroj të gjitha shkruajt e rishit parë. Mirë. Bravo. Raila, i ka bërë të gjitha, i lumt. Bravo dhe Alea, deri tani po punon drejt, pastër, bukur. Bravo dhe Amari, vazhdo. Shikoj me shokët e tjerë. Amelia, bravo, je shumë e mirë. Bravo, të lumt. Ti e kujdesshme, i punon rishat një për një. Nuk del dhe rishti tjetër pa marru të parin. Vazhdon sipas rradhës. Është shumë e mirë. Jo shpejt, i bën sipas rradhës. Edhe Anea, bravo. Bravo, vazhdo Anea. Dale, Geri. Kujdes Geri. Nuk e mbaruar gjithë shkronjat këtu një herë, del ke rishtat e fundit. O Geri, mbarohet ky rishti për gjithë shkronjat, pastaj lilit të tjera. Vazhdo. Plotso dhe këtë, shive ku i ke lënë bosh. Shive këtu edukatore. Enes, këtë, i ke lënë pa mbaruar këtë, vazhdo. Mos i bërë rëmuj, kujdes. Rajden. Mbaj më afër lapsin që ta kesh më të kollajt për ta komanduar. Vazhdo tash. Ashtu. Bravo edhe Noe. Lumt. Ja dhe kjo, po të njëjtën gjë. Po mbaron njerëz ke bërë shkronjën e parë këtu. Si vazhdon me rreshtat? Ja, edhe ky sa rëmuj punon more Arnest. Edhe shih si llangosesh. Bën fytyrën tënde pjesë dhe s'bën detyrën si është për të bërë. Kujdes tash. Shife, mbarohet ky rrjeshi mo, e ke dalë ke i fundit pa mbaruar rreshtat këtu. Ç'është kjo detyrë që bën kaq të çrregullt? Kujdes. Punoni ngadalë mo edukatore, punoni sipas rradhës. Mbarohet rrjeshi i parë me të gjitha shkronjat, pastaj dilet ke rrjeshi i dytë. Se po të filloni me nga një këtu e një atje, i bëni lëmsh të gjitha. Edukator. Urdhëro. A ka ndalur në ti këta? Jo, i ke mirë dhe tash. Po dhe anë këtu, se s'e ke bërë anë, edhe përfundon detyrën me shkrimin. Vazhdojmë.